Mesazhi prekës i djalit të Gridadumës pas humbjes së tahatit. Do të dua gjithmonë. Do kem nevojë për ty derisa të bashkohemi sërish. Disa ditë pas ndarjes nga jeta të diplomatit të shquar Ilir Shqina, djali i tij, Darjen, ka ndarë me publikun disa fjalë zemre për babain e tij, për njeriun që gjithmonë i ka mësuar si të jetë një njeri i drejtë, edhe atëherë kur padrejtësitë dhe vështirësitë i zinin rrugën. Kanë kaluar disa ditë që nga ndërrimi nga jeta e babait tim madhështor, kështu e nis Darjen postimi për tahatin, teksa më tej e kujton me dashuri dhe respekt figurën e tij. Mes rreshtave, ai ka zbrazur dhimbjen që ndjen në zemër për këtë humbje të madhe, por edhe kënaqësinë për atë çfarë ai la pas. Për Darjen një ati është aty dhe kështu do të vijojë të jetë, ndonse jo fizikisht, por përmes mësimeve dhe këshillave me të cilat e ka rritur dhe që do e mbrojnë edhe ndjekin kudo ku të shkojë. Babi, ti je përgjithmonë. Ndjej thellë boshllëkun e humbjes tënde fizike, por ti qëndron me mua dhe je mbrojtësi im. Vijon ai, duke përshkruar më tej ndikimin e thellë që ai ka pasur në formimin e tij si njeri, duke e kujtuar si një udhëheqës me integritet, njeri të drejtë dhe një figurë frymëzuese që kishte një pasion të vërtetë për diplomacinë dhe përfaqësimin e Shqipërisë në skenën ndërkombëtare. Diplomati dhe ish bashkëshorti i Gridadumës u nda papritur nga jeta një javë më parë, duke lënë pas një boshllëk të madh për të gjithë ata që e kanë njohur nga afër. Ilir Shqina ishte një figurë e njohur në diplomaci edhe më herët ka kontribuar edhe në fushën akademike si pedagog. Postimi i plot. Kanë kaluar disa ditë që nga ndërrimi nga jeta e babait tim madhështor Ilir Shqinës. Prita për ta lënë mendjen të qetësohet dhe për t'i lënë dhimbjes kohën e vet të nevojshme. Babi, ti je përgjithmonë. Ndjej thellë boshllëkun e humbjes tënde fizike, por ti qëndron me mua dhe mbrojtësi im. Ti përfaqëson një pjesë dërmuese të jetës si njeriu më i rëndësishëm bashkë me mamin. Ke farkëtuar tek unë forcat më të nevojshme për jetën që po jetoj edhe që do ta jetoj edhe për veten dhe për familjen time. Më ke treguar mrekullitë e studimeve, arritjeve dhe historisë njerëzore që tani i mbaj si pjesë e identitetit tim. Më ke temperuar të jem vetja dhe i drejti edhe në momentet kur mashtrimi do të më bënte t'ia hidhja situatave të vështira në afatshkurtësinë e vetë të keqe, siç bëjnë boll njerëz më të pakët. Ke shkëlqyer në karrierën tënde në diplomaci dhe ke pasion të vërtet. Ke balancuar drejtësinë me interesat dhe ke mirë kuptuar njerëz gjatë gjithë viteve në vendet më të rëndësishme të botës për përparimin ndërkombëtar të Shqipërisë. Tani je në një vend më të mirë. Nuk detyrohesh më të konsiderosh dakordsi dhe veprime të padrejta dhe qëndron brenda asaj drejtësie që të karakterizon si një njeri e shpirti i gjerë që je. Më shikon mua duke ecur përpara dhe e kupton që edhe pa prezencën tënde thjesht fizike këtu, unë do të jem mirë dhe ne do të jemi mirë. Ama do të ta kem nevojën derisa të bashkohemi sërish bashk. Do të më drejtosh në një botë që e njihe më mirë se shumë kush dhe i dalloje mirë të gjithë elementet e saj të këqija. Je gjithmonë imi dhe gjithmonë do të dua.